Gabimi kërkohet e projekti. Kush ka dhënë pikërisht këtë ekspertizë? Dhe jo, duhet ta shpjegoj rastin tim sepse kur u lidha me të tjerët, ishte po i njëjti rast. Ishte po i njëjti rast si imi. Do të thënë objekti nuk studiohet, nuk paraqitet në gjendje ekzistuese, nuk i bëhen analizat elementare, kulturore, të shtrezimit urban që ka objekti. Në këtë zonë, rrotull murit, amfiteatrit dhe mureve të kalas, të vjetra, antike, ka shtrezime të epokave të ndryshme. Në qoftë se ne të gjitha objekte që në dukje janë të vjetra, do t'i merrnim dhe do t'i prishnim, Dubrovniku nuk do ishte ai që është sot, Berati nuk do ishte ai që është sot, sepse në koha ka bërë të vetën. Dhe tani me këtë logjik i bie të prishim dhe Elbasanin që është brenda kalas? Dhe Elbasanin po kështu e ka marrë ADF-ja në menaxhim. Dhe mënyra se si ata po procedojnë është një ndër problemet e mëdha që ne po ndeshim. Më ka qelluar në rastin tim të kem korrespondencë, t'i dërgoja ADF-s letra dhe t'i them, keni bërë gabim, duhet ta korrigjoni. Mënyra se si e transmetojnë gabimin është e paprecedent. Bëjnë një ping-pong Ministri Kulture, bashki, thonë, ju shkoni tek organet tuaja, tek ministria dhe tek bashkia. Shkon tek ministria, nuk të jep përgjigje. Shkon tek bashkia, thot ma ka sjell ADF-ja. Ky ping-pong institucional ka sjell në këtë ditën.